Gjuha shqipe është njëra nga ato mrekullitë e heshtura që i marrim si të mirëqena. Ajo na pret çdo mëngjes me përshëndetje si mirë dita ose të shkoft mirë dita, me tu ngjat jeta ose tu zgjat jeta. Na shoqëron me zhargonin e rrjeteve sociale, në këngë, në lutje, në sharje, në dashuritë tona. Megjithatë, shumë rrallë ndalemi dhe pyesim çfarë është në të vërtetë kjo gjuhë që na mban bashkë. Shqipja konsiderohet gjuhë e lashtë, një degë e veçantë e familjes indo-evropiane që kanë mbijetuar mijëra vjet në Ballkan mes perandorive, pushtimeve, kufive që vijnë e shkojnë. Por sot, kur jemi më të lirë se kurrë më parë, që ta përdorim atë, Shqipja përbën dhe përballet me sfida të reja, jo nga pushtimet, por nga zakonet tona moderne. Jetojmë në një epokë ku anglishtja është bërë gjuha e teknologjisë, e shkencës, e leximeve të të rinjve. Shpesh librat që duam nuk i kërkojmë në shqip, shkruajmë gjysmë në shqip e gjysmë anglisht. Jetojmë në epokën ku shqiptarët e posalindur, si pasojë e ekspozimit të tepruar ndaj telefonit, fjalët e para i flasin në gjuhë angleze. Dhe për fat të keq, në shkolla, në fakultete, përballja me gjuhën shqipe shpesh reduktohet në rregulla të rishkrimi, dhe jo në zhvillimin e mendimit dhe pasionit për të përdorur shqipen për krijimtari. Letërsia shqipe e ndërtuar ndër shekuj nga autorët që shpesh kanë pasur pak nga jeta materiale, por shumë nga jeta shpirtërore, sot sfidohet nga një treg i vogël dhe nga një kulturë leximi që dobësohet çdo vit. Pa letërsinë, pa leximin, gjuha zbehet. Humb nuancat, humb fuqinë për të shprehur dhimbjen, idenë, revoltën, dashurinë. Gjuha bëhet më e shpejtë, por më e varfër, më praktike, por më pak krijuese.